ra mikrofoni dhe s'ja bëra dot. Mund t'ja bësh se e kanë rregull. Protesta të ketë një të nxjerrë lider në këtë pikë ku është? Jo, nuk është jo fare. Protesta është shumë e fortë, jetë komplet asnjëse, sepse ka më shumë vërtetësi, është më e fortë sepse herë kuptohet që është vetë të njerëzit. Dhe peshën më të madhe nuk e kanë më njerëzit e paguar që dalin me nëpër këto Shandal Derdani që marrin nga i kafshat buke dhe gërthasi në Rama apo Berisha, se këta në gjithë paguar. Ato nuk janë protesta ato janë protesta për mua që s'kan as i vlerë bilet të pështira. Siç është realiteti politik sot. Pra, kjo forcën e ka dhe unë po jo përcjell të juve çfarë force kanë në Evropë, se unë jetoj atje. E di që njerëzit flasin për protestën, njerëzit zakonshëm që s'kan idenë çfarë është Shqipëria. Flasin për këtë gjë. Domethënë si çfarë protestë është kjo, sepse siç thanë që më parë, që neve kemi pak a shumë një lloj kemi krijuar një lloj tjetër opinioni tek njerëzit. Gjë që unë prap kam rezervat e mia sepse turpi Shqipërisë ka qenë gjithmonë politika edhe kriminaliteti, sepse një klon që vjen atje na përfaqëson ne, domethënë mund të kesh humor sa dush, por gjërat janë serioze. Në niveli konfliktet për gjëra serioze ti mund ta aposh klonin, pak për gallat, po jo përpara kamerave dhe gjithë kohës. Një herë bën ti. Është konsideruar që i ka bërë PR të mirë vendit në këtë drejtim. Jo, okay. PR të mirë janë ata që kanë mbush xhepat, edhe kanë bërë raporte, po ka komisioner që ju e dini ndoshta më mirë se unë, po du të them kam ndjesin që unë e di më mirë që kam ndjesin, jo pretendim se është budallik, që lumturojnë komisionerët që vinë, kur i shoh atje, di që bënë atë? Duhet ta puthin në buzë, ku di unë, në prapanit, që të shti. Janë mush, po normal, unë e bëja të kuptim një burë 5 milioner. Nuk kujdesen për karrierën e tyre të ardhshme dhe të ardhmen e tyre ekonomike. Nuk kujdesen për vendin tonë të kontrollit, të mbikëqyrjes. Të përcjellin realitetin. Po që vetë flasi Berti për ato institucionet aty pastaj. Shikoj një shok ngusht. Ja eksperjenca, një shok ngusht në parlament. Europian. Unë belg. Edhe, mik familje, do më thënë që... Edhe, një herë, që më tha, se s'kemi bërë shpesherë të ma bërë për këtë gjë, se dhe i rezervohet. Për njerë të shiko, Roberta, pare që kemi dhënë aty, edhe atë vjeve që bëhet aty, për kokën time. Por me tjeri i thash, ku e diti që i vjedhin? Se unë nuk është se kam dhe frikë që e thot ato, në kuptimin që si krenari. Se unë e di që vjedhin. Dhe ja kam thonë, mos i jepim, si jepni a i du të velek. Po ne japim për të limurë, ka për projekte, vetëm vjedhin. Kemi dhe miliarda, ku ka shku lekët, s'dim që farë. Po këto më vetë me vite. Po, letë vim tek protesta. Te protesta, po që të ja fjallën Zektit dhe Rezarkës. Po, që ta mbyllë me protesta. Unë e du protestën civile, ashtu si që është e pasër, revolta duhet, do më thonë, sigurisht të vazhdoj të ngrihet presion. Ka fazat e veta, do piqet, do vinë një moment ku do ketë mosbindje civile. Do njerëzit do thonë tani po sike, do ndryshoj gjuha. Dhe duhet ndodhi, kjo gjë. Ti thua të radikalizohet, të bëhet në... Normal, po asnjëherë politike. Edhe unë jam për një qeveri teknike, me teknicien, me njerëz profesionist, ekonomista, filozof, se cili merë rolin e vetë, ka jurista, politikanët duhet largohen. Unë qofë se kanë ta njerëz besim të Zotit, qofë se këta njerëz kanë familjen, qofë se këta njerëz kanë fëmijë, duhet largohen. Po si të largohen, Roberti, të largohen vetë? Po, unë sot e shikoja kryeministin, unë e shikoja sot kryeministin dhe do i jepja ndoshta kredite, qofë se ai do thoshte që po largohem dhe do vitë protestoj kundër sa që më bërë. Në fakt, ai ka thonë kundër me, do të shkë se unë kam bërë masaka këtë vënd, unë jam i penduar, I am sorry, kam dështuar, nuk është turp, ai do merë të kredite nga kombi, do merë të thoshe, se të largohesh sot, është virtyt, nuk është turp, nuk është humbja ti kështë ti nga një funksion shtetor, se ti e vendos aty, si shërbëtor më zotri, nuk je padron, në kupton, ti si e ti ai që na i zgjidh hallet. Jemi ne që të kemi vënë aty të administrosh të fucking iPhone-in këtu, ta marrësh këtu, ta çosh aty, ta lash, ta bësh. Kjo është detyra e këtit, nuk është detyra e këtit na thotë ne ç'a ka qef bëj ky. Se ky nuk i di gjithë. Ai pretendon që e ka bërë atë që sapo the.
Jo, ai s'ka bërë asgjë. Ai ka bërë Çfarë pretendon ai, më bërë të them. Ai pretendon që e ka bërë. Një njeri që rri, me të ditë para ekranit televizorit. Po flet për gjithë ministrat. Një njeri që s'lëm. Ja ta përfundoj Berti. Po do të bëjmë kënaqësi vazhdo. Serios, kështu vjen biseda. Si ka mundësi të shti i kulturuar, si ka mundësi të shti njeri qytetar, kur ti s'lë të flasi njeriu që e ke vënë funksion të flasi. Ka një ministër që flet për këtë gjë. Nuk artikulohet asnjë ministër çfarë po ndodh aty. Ora ai duhet vendosi, jo ky ministri i brendshëm duhet vendosi forca dhe të siguroj të garantoj jetën aty të rinjve të rejeve që janë aty. Nuk ka njeri që vjen për të shantazh. Është skandaloze. Domthon, ai duhet vënë ambulanca gjithandaj dhe shërbime, sepse është brezi i cili do vazhdojë, ne do vdesim. Marrum neve, kuptoti, këta e kanë dhe duhet vim mbrapa këtyre fëmijëve tënë. Kjo është thjesht që kanë bërë, çuose je prind dhe mendon që ti je shqiptar dhe je prind. Shko rri aty, rri fëmijës nga mbrapa dhe jepi mundësinë të ndërtoj jetën e vet, të ardhmen e vet. I'm sorry, më falë. Jo, s'ka problem, s'ka problem. Ishte kënaqësi. Shiko, Erla,